Luizelli ka pësuar një incident në këmbën e tij. Ai ndau në rrjetet sociale një foto të këmbës së dëmtuar duke e shoqëruar me humor ku shkruante: "Stenaldo shpëtoi, unë e hëngra". Ndërkohë, Kiara Tito së fundmi ka njoftuar përmes një Insta story se çifti është detyruar të anulojë udhëtimin e planifikuar drejt Suediz, ku do të merrnin pjesë për promovimin e filmit të tyre Loja e fundit. Megjithatë, ata nuk kanë dhënë më shumë detaje lidhur me gjendjen e Luizit apo si e ka dëmtuar këmbën. Me shumë keqardhje ju njoftojmë se nuk mund të jemi fizikisht në Suedi, siç ishte planifikuar për filmin Loja e fundit. Për shkak të një incidenti të vogël në këmbë që Luizi ka pësuar, na është dashur të anulojmë këtë udhëtim, shkruan Kiara në postimin e saj. Postimi i plot. Me shumë keqardhje ju njoftojmë që nuk do të mund të jeni fizikisht në Suedi siç ishte planifikuar për filmin Loja e fundit. Për shkak të një incidenti të vogël në këmbë që Luizi ka pësuar, na është dashur të anulojmë këtë udhëtim. Megjithatë, filmi do të shfaqet sipas planit në këto qytete dhe mezi presim që ta ndiqni dhe të dërgoni përshtypjet tuaja. Faleminderit për mirëkuptimin, dashurinë dhe mbështetjen tuaj gjithmonë. Shihemi shumë shpejt. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.